Ja ku jemi, ju premtuam që do kishim atë, the one and only Loredana Brati. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhe Lori. Hami Lori, si të duket grupi, ambienti, e ke marrë veten. Kam aq shumë kënaqësi të jem këtu me juve sot, saqë s'keni iden. Për veten time jam akoma kështu si në avion, si në gjendje jet lagu. Kam qenë shumë ngarkuar mbas daljes. Gjëja e parë që bëre kur dole, çfarë ishte? Kam futur një gjumë. Atëherë kam fjetur shumë dhe jam zgjuar duke parë memet e mia. Mos kam lënë namo. Ke bërë gjën më të mirë. Memet ishin Ke bërë gjën më të mirë që ke parë memet dhe jo komente që ndoshta si kanë qenë komentet. Komentet kanë qenë vetëm pozitive. Mezi kam gjetur një koment negative, thash hajt më. Duhet ndonjë. Edhe që ne shqiptarët mos të themi diçka negative është shumë e vështirë, kështu që është merita jote që je kaq pozitive dhe ke marrë një feedback shumë të mirë. Domethënë gjëja e parë që bëre kur dole nuk ishte të haje djath lopa apo. Po, ishte nga gjatë e para dhe pastaj gjumë. Pastaj gjumë. Bafti i parë ka qenë buk edhe djath lope si gjithmonë, mbaja atë ritmin. Tani për ju që e keni ndjekur në Big Lorin, mund të bëni edhe këtë lidhjen shpirtërore që ajo ka me djathin, duke qenë se është nga Tragjasi edhe kush ka dashuri për djathrat e di mirë se për çfarë po flasim. Baxhan Tragjas nuk harroj. Pse zemrës time gjithmonë sa vete në Lori, aty e ke lezetin ti. Aty e ke lezetin. Mos e vër më tani. Nuk mendoj shumë para se të flas me të drejtën, jam shumë e lirshme, kështu që s'do ta ndryshosh se është kthyer në leksi kombëtar tashmë, asnjë nuk thot më harroje, të gjithë thon harroje. Ka lezet. Mos e ndro. Lori, çfarë kuptove për veten gjatë këtij rrugtimi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Që jam shumë e fortë. Jam shumë e fortë dhe batutat e mia ecin aty. Jam shumë lezetshëm. Sepse shiko, aty brenda çfarë ndodhte që unë bëja batutat po shumë nuk qeshnin. E thosha, a jam unë janë këta? Janë ata me siguri. Ja përfundimisht pas kanë qenë ata. Kështu që do kisha dashur të bëja edhe më shumë, të më kishin qeshur pak më shumë. Po, në fakt aty ne e kemi parë nga jashtë, ishte një ambient goxha toksik, edhe Lori jo për t'i bërë qefin se është këtu, por ka qenë një ndër personazhet që i ka dhënë më shumë ngjyra këtij reality show me batutat, me pozitivitetin edhe me gjitha me radhë. Tani që e shef pak më, domethënë ke shumë pak që ke dalë, por që e shef pak më ftohtë. Si do ta përmbledhje në një fjali ndoshta gjithë eksperiencë? Në një fjali. Ka qenë rritje për mua. Ka qenë një rrugtim që mua vetëm më ka rritur në çfarë do lloj dimensioni, por si përfundim, mbas dhe mbështetjet që kam patur mbas kësaj, mund të them që unë nuk ndjem fare gabuar. Si janë munduar njerëzit të më bënin të ndihesha. Edhe ndjem aq mirë që jam kjo që jam. Edhe kam këtë ririn të tregojmë për këtë që jam pa vënë asnjë filtr. Kush të ka bërë të ndihesh e gabuar në shtëpi? Shiko, ditët e fundit Jozi nuk është se ka prekur shumë lehtë këtë situatë. Gjithmonë ishte një gisht drejt meje, unë merre bënd edhe për të mirën time dhe këtë nuk e bën diskutim. Po kur e kërkoja që okay, tani stop, do të ndalonte. Nuk po tjetër, kush? Por dhe gocat, ndjeva edhe nga gocat pak të tendencë që të më nxjenin më shumë si budallaq se sa i person. Kush nga gocat? Lesh për si spaku tani. Jam kurioze kush realisht po. Nuk përgjithësi gocat, pak a shumë të gjitha, mund të them. Në një mënyrë apo një tjetrën të gjitha. Dhe ko besoj të parë që ke takuar. Jo plotësisht apo me urrejtje tamam, por që e kishin. Mendon të shihnin si kërcenim gocat? Po, 100%. Isha ndryshe, sado isha ndryshe nga shumica. Dalloja për këtë, pikërisht për këtë aspektin tim. Për te atyre që ishin brenda dhe mendimeve që kishin ata, të parët besoj që ke takuar kanë dalë jashtë, ka qenë familja. Jemi shumë kurioz çfarë ka thënë babai, mamaja, familja të gjithë për gjithë eksperiencën atje dhe si të kanë parë ata. I kënaqur than.
na ke nderuar, na ke krenuar shumë. Vetëm më thanë që nga tani e tuti me mendje në kokë. Në ç'kuptim? Të kem kujdes me situata që do ndodhin tash. Marrëdhëniet. Ta ndrojmë pak atmosferën. Si thoni? Të dalim një seriositet, po. Të dalim një çik te Lori. Çfarë nuk dije për veten Lori përpara se ty jenë big, edhe e mësove pas kësaj eksperience. Domethënë kam shumë nerva. Ti zbulove që je fort, po në fakt mund të kesh zbuluar edhe një tjetër aspekt vetes tënde. Shiko, unë pas të futesh atë në klipin kam thënë që unë kam një damar goxha vlonjat. Ndërsa kam ditur ta menaxhoja shumë mirë, mendoj. Pjesën e nervave thua? Po. Nuk të imagjinoj dot me nerva. Po, nuk të kemi parë me nerva në fakt. Ka qenë disa raste që s'më ka pëlqyer vetja fare, po pastaj thosha ka qenë make-upi. Nuk e di, Lori. Kur shikoj ato klipet në Prime që me pa make-up ashtu që bërtisja. Mi se ti mos bërtisje nuk dëgjohesh, kështu që jo, po duhet të dëgjohesh. Në televizor pak të shikoj. Edhe janë video që pastaj nuk zhduken më. Edhe të paktën kisha dalë tamam dhe kur në kisha dalë lyer me grim si zonjë. Ke ndonjë pendes Lor gjatë gjithë rrugtimit tënd, çfarë mund kishe bërë për shembull më ndryshe ose më shumë batuta kaq. Më shumë batuta të kisha dhënë akoma më shumë pjesën pozitive. Kaq, për të tjerat gjithçka ka ndodhur për një arsye. Edhe ka ndonjë personazh specifik që ta shtronte terrenin për të pasur momente pozitive dhe që ti vërtet ndihesh e mirë edhe mund të kaloje momente shumë interesante. Kelly më ka dhënë një energji të papar. Me thënë dhe gocat pastaj që kanë hyrë më vonë dhe grupi të rinjve që ka ardhur më vonë goxha. Për prap unë e kam brenda atë. Edhe sa do e kërkoj vet atë momenti. Prandaj edhe ngjaja si budallaqe me veten time. Jo. Sepse doja ta shpreha në një farë momenti edhe në shumë raste e bëja me veten time. S'kisha më ta bëja tjetër edhe në ato video që dilin. Në cilat raste se thuhet aty e kemi dëgjuar shumë shpesh këtë edicion, po flet për kamerat, flet me kamerat, po i drejtohesh kamerave, duke treguar në një farë mënyrë që e gjithë ajo që po ndodhte e ke për publikun dhe jo për atë që po ndodh në shtëpi. Në cilat raste ti vërtet ke dashur t'ju drejtohesh kamerave dhe mendon se të kanë dëgjuar? Unë vetëm në Prime kisha këtë gjë, me thënë drejtën, që vërtet unë nuk mendohesha shumë për çfarë monologu mund të mbaja në Prime. Dhe ja vetëm të shfryja gjithë atë që unë kisha akumuluar në ditët e fundit. Kjo ishte strategjia ime, le të themi. Për të tjera shikoni, unë nuk vina në televizori. Unë nuk kam një background i lidhur me televizorin. Unë nuk kisha mësuar me kamera. Unë nuk e kisha këtë gjë që të flisja me kamera. Unë flisja me personin që kisha përballë. Edhe ishte gjithmonë një pikpyetje që a është mirë kjo, a s'është mirë kjo, sepse shikoja të tjerë që e bëni dhe ju ecte. Ndërsa unë fare. E shikon të ardhmen në televizion tashmë dhe vjen nga një jetesë më së shumti jashtë Shqipërisë. Ke qenë në Itali, së fundmi në Londër apo jo, tani nga kjo eksperiencë shikon vetëm në Shqipëri dhe ndoshta pse jo? Unë absolutisht pse jo në botën e televizionit. Pse jo? Unë jam gjithmonë që pse jo. Por mendoj se televizori të jep shumë. Edhe pse mos e marr më të mirën ndaj asaj. Po besoj ka qenë një nga qëllimet e tua se secili që futet në Big Brother ka një qëllim. Për shembull, gjithë kërkojnë famën në një farë mënyrë, se është normale, se është isha më shumë të pjesa influenceres, me thënë drejtën, nuk kisha menduar, nuk kisha menduar shumë për pjesën e televizionit. Po tash më që u ndodhë. Tani që mësuam edhe me kamera. Tani që mësuam pse. Me që dhe më pëlqyen njerëzit pse. S'na mungojnë gjë. Biles. Ato që na mungojnë, ato që na mungojnë. Ato të bëjnë dhe më të veçantë.